edhe erdhëm në përfundim që veturat në Korenë e Jugut të përdoruna janë bukur më lirë se tregu europian, mesatarisht rreth 25%. Tash kallëzon që vlerësohet? Tash bazohet. A ka katalog të ri aty? Mesatorën. Jo, katalogu është i njëjti. Po në mesatorën e katalogut. Faleminderit për dhona që na keni dhënë. Po duhet me nda me juve me shikues. Në 2023 kemi pas 9 milion kere nga Korea e Jugut, ndërsa 166.000 euro. Në 2022-ën, 2024-ën, gati 70 milion euro vetura të importume për Koreas Jugut. Shpjegona çfarë të ndodh. Edhe për neve kjo ka qenë diçka e re, për shkak se nuk e kemi kuptuar pse ky trend. Kryesisht shumica për ty në vetura që janë prodhuar në vend të BE-s, mirë po që janë liruar në qarkullim të lirë në Korenë e Jugut. A bona i vendim diçka që i bën i liron këto? Pse po vinë? Ka qenë një grup punus që kemi angazhu me analizu për një kohë të konsiderueshme çka ashtu ndodh. Pse ekziston kjo në tregun e Koresë, çka ashtu ndodh. Kemi ardhur në përfundime që për shkak se kanë prodhim ose mbi prodhim me produktet e vendit koreanët, është një garë si duket e industrisë automjeteve në përgjithësi globalisht që me pas prezencën e tyne edhe në Kore, në kushte që konkurenca është shumë e fortë. Përveç kësajna dihet ndikon edhe standardi jetësor që ata janë të prirë me pas vetura më të reja. Për shkak se nga analiza që kemi bërë, sidomos të veturat e reja nuk është që ka në farë dallimit vlerës, po sidomos të veturat 5 vite, 6 vite, 7 vite, kemi arrit që me gjetë një farë mesatarje të devijimit të vlerës prej tregut evropian. Me këtë se u bë shumë e madhe edhe në media, ne për shkak se na qysh po zhdoganohen sepse kemi ankesa për qytetarëve. Na urreten ankesat shumë, për shkak se ne e përdorim një katalog që është shumë i saktë sa i përket vlerës veturave në tregun gjerman. Veturat nuk, sidomos veturat e përdorura janë problem. Jo të reja dihet si shkon tregtia dhe nuk ka mundësi për me shmong. Mirë, që to vetura që po vinë për Koresë janë të përdorura apo pa përdorura? Të përdorura. Janë të gjitha të përdorura. Edhe? Mundësia të përdorura është shumë lehtë me nëvlerësu, me ikë taksave, për këtë qëllim ne me vite, po jo vetëm ne, edhe në Shqipëri edhe në vende të tjera, përdorin katalog cilët janë edhe në bazë të kodit dëmëror. Njerëz po ankohen që keni qitë ta tema shumë se që është dashur. A i pajtoni ju me ta? Ne, për shkak se kjo është produkt identik me produktin e BE-s, ne kemi apliku një trajt shumë katalogun e vendeve të BE-s. Është produkt që është për unë BE. A duhet me qenë i njëjti kur standardet si kena njëjta? Pse i njëjti standard? Si në BE? O këtë shpjegoma? Jo, unë po flasë për produktin, çmimi, vlera e tregut ka qenë sikur në BE. Për shkak se është produkt identik, nëse flasim për një markë. Pse po ankohen njerëzit sipas jush? Ne mandej për shkak se e pam që janë nisën me urrit ankesat. Po. Në fakt patëm edhe prej gjykatës komerciale vendime që u kthyn në favor të palëve. Ne bënëm një studim goxha të thellë për me pa ku është problemi, edhe erdhëm në përfundim që veturat në Korenë e Jugut të përdoruna janë bukur më lirë se tregu europian, mesatarisht rreth 25%, për shkak që përmenda me konkurenca është shumë e madhe. A e ullët që ta tem? A e ullët mas Po, në fakt, vlerën kur e keni ullë që vlerë? E kemi ullur që rreth një muj më parë. Një muj. 2-3 javë, një muj. Haj tash që vlerësohet? Tash kallëzon që vlerësohet? Tash bazohet. A ka katalog të ri në mesatorën. Jo, katalogu është i njëjti. Po në mesatorën e katalogut ne kemi ardhur në përfundim që në rastet kur ata e kanë vlerën reale që nuk e te ka lënë 25% nën katalog evropian, i pranohet vlera. Në rastet kur është me ullt, vlera e bëhet. E çka ndodh me ata që i kanë pagu? Po shumica janë anku, e kanë shfrytzuar drejtën e vet të ankesës. Ata që janë anku e paguajnë. Disa kanë fitu, disa nuk kanë fitu, ajo tani është në instanca të tjera. Mirë, veç ata që e kanë nuk janë anku, e paguajnë çashtu çka qenë, apo?
Po, normal.